Themelimi një studio televizive shqiptare u bë nevojë e kohës edhe me faktin se ky komunitet megjithatë kishte nevojë për një ekran shqiptar, për një fotografi të gjallë shqipe nga trojet tona të vetëndimjes. Historia e Kosovës është histori përpjekjesh të gjata për liri me çmim të lartë. Vrasje, burgosje, mbyllje shkollash, mohime identiteti për dekada me radhë. Shoqëria shqiptare në Kosovë është ndrydhur përmes dhunës dhe censurës. Kur më 5 korrik 1990, pushteti serb mbylli radio-televizionin e Prishtinës dhe të gjitha mjetet e informimit në gjuhën shqipe, qëllimi ishte i qartë, të ndalej edhe çdo formë komunikimi që nuk vinte nga strukturat shtetërore. Informimi në gjuhën shqipe duhej të zhdukej. Në atë kohë mbëll televizioni i Prishtinës, në vitin 90, edhe si u ktheva unë në gusht në New York dhe erdhe lindi ide në 3 vllazërit, ulëm biseduam dhe na erdhi ide që ta formojmë një radio-televizion në gjuhën shqipe që të informojmë pasi u mbyllë tërë Kosova, kishte më mjetet e informimit dhe të marrim disa punëtor nga radio-televizioni i Prishtinës. Po gjithashtu jo vetëm nga radio-televizioni i Prishtinës, po i morëm disa edhe nga Shqipëria. Përveç tyre i organizuam korrespondentin në të gjitha viset shqiptare që të bëhet një farë mbuloje e të sado pak të arrijmë të informojmë komunitetin e popullin edhe botën që çka po ngjan me viset shqiptare, sidomos me Kosovën në atë kohë. Dhe e themelum një orë program në televizion dhe një orë program në radio, se bëm radio-televizionin Victoria. Shqiptarët në SBA merrnin informacione që përndryshe nuk mund t'i gjenin askund tjetër, sepse kjo ndodhte kur as Tirana zyrtare nuk kishte qasje të lirë në media. Televizioni Victoria funksiononte si burim alternativ informacioni. U takum me 3 vëllezërit Osmani, një familje jashtëzakonisht bujare dhe patriotike, e cila kishte ardhur kohë më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe biseduam me ta dhe me njerë na pranun, jo vetëm që na pranun punë, po na dhan banesën pa pare, edhe pse ne merrshim një rrogë të konsiderueshme. Kur kam shku në punë, për pas që ma kanë dhonë lirinë e plot komunikimit të shku me punu, mi kanë dhonë qelçat e banesës, dhe unë e kom jetu atëherë si pasha, në kuptimin vetë, sepse në katën e 7 e kom pas atë 5, Reservoir Oval ka se. E kom pas banesën, në katën e parë e kom pas studion televiziv. Mirëdita diaspora shqiptare. Po ju përshëndesim dhe paraqitemi nga Studio Victoria këtu në New York, ku sot për herë të parë po hapim një ekran shqiptar. Ajo mbuloi ngjarje të rëndësishme për Kosovën dhe rajonin, përfshirë konferencën e Londrës më 1992, ku delegacioni i Kosovës nuk u lejua të marrë pjesë, dhe konferencën e Daytonit më 1995, ku çështja e Kosovës sërish mbeti jashtë tavolinës. Përmes transmetimeve të saj, Victoria bëri të mundur që opinioni amerikan dhe diaspora shqiptare të kuptonin se cili ishte realiteti politik dhe gjendja humanitare në Kosovë. Me kushte rreziku nga pushteti serb, ndisni ngjarje tashmë të kohës, dërgoja raporte të rregullta tonike, por bashkë me kamerën e Sahitit regjistronim e dërgonim edhe video materiale autentike. Ndërtesa e rektoratit të Universitetit të Kosovës, dëshmitari të gjitha dridhjeve në universitet. Studentët shqiptar kërkojnë universitetin që e kishin, kurse universiteti shënon përvjetorin e themelimit pa studentët, sepse shumë nga këta studentë nxënës nuk janë më në Prishtinë. Shumë nga këta të rinj e tani janë shpërndarë nëpër botë, kanë tretur pas bukës së gojës, pas shkollimit në dhejtë huaj apo vuajnë diku në terrin e burgjeve.
Për shkak të okupimit, studentët, mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë shqiptarë të këtij universiteti, për herë të parë pas themelimit e shënuan këtë përvjetor jashtë lokaleve të veta, përgatësisht në pallatin e shtypit në Prishtinë. Okupatori çdo herë në mendje ka errësirën dhe jo dritën. Prandaj ja ka ëndra që të bëj trysërinë mendjet në dhe të spastroj trurin e popullit. Okupatori jon ka përvojë historike në këtë drejtim. Kjo është edhe arsyeja pse mbyllet universiteti. I një populli, sekundër, ka përpjekje që të bëhet edhe me mbylljen e universitetit tonë. Pa mo, shpresojmë dhe besojmë se kësaj nuk t'i dilet në krye. S'ka popull që heq dorë nga një begati si kundër është Universiteti dhe Shkenca, dhe prandaj as shqiptarët e Kosovës dhe të ish Jugosllavisë nuk do ta bëjnë këtë. Studio Victoria atëherë ishte një studio vogël, kishte një kapacitet vogël. Ishim diku në katin përlesh, nëse zgaboj unë që natyrisht smujshëm me krahasu me studion e televizionit Prishtinës. Mirë po, Studio Victoria në atë kohë ka ba një punë të madhe, një punë të jashtëzakonshme patriotike, sepse ka qenë një fanar ndriçimi për komunitetin shqiptar në Amerikë, aq më parë pasi në atë kohë në Kosovë mbretëronte një terr informativ. Edhe Victoria, përmes korrespondentëve të vet, të cilët ishin me shumicë, përmes telefonit, bajshim biseda me ta, edhe komuniteti shqiptar i New Yorkut njihej me situatën që mbretërorët atëherë në Kosovë. Enver Hadri i takon plejadës e patriotëve të rinj kosovarë, të cilët fati i hidhur i Kosovës dhe posaçërisht gjakderdhja e vitit 1981 i nxorri në skenën e re politike shqiptare në vend ose jashtë atë dheut. Enver Hadri vdiq në moshën 49 vjeçare duke lënë pas vetes bashkëshortën Aishën, 4 fëmijë, shumë miq e bashkëmendimtar, duke lënë në pejen e lindjes dhe Kosovën e robëruar. Lajmi për vdekjen e tij në Kosovë u cenzurua, në Shqipëri u shtrembërua, ashtu siç e kërkonin diktaturat e atyre viteve. Megjithë këtë, mjetet e informacionit në Evropë e regjistruan këtë atentat politik. Mendoj që punëtorë shëndetësor të Fakultetit Mjekësisë në Prishtinë, si edhe të institucioneve tjera shëndetësore në Kosovë, në kuadër të pajisjes tyre teknologjike dhe përgatitjes profesionale shkencore, e kanë kryer me nder detyrën gjatë ardhjes së vroshme të një numri masë 7.000 kryesisht të rive me simptome polimorfe. Fakti më i mirë se organet zyrtare të Jugosllavisë e pranojnë çka ka ndodhur në Kosovë është deklarata Stepan Mesić gjatë qëndrimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, deklarata e cila u publikua në gazetat Beogradit, Borbe citon atë, se në Kosovë ka qenë helmimi i popullatës shqiptare. Mjekët shqiptarë cilët kanë qenë në kontakt me pacientë, janë të bindur që nuk kanë qenë pyetje simulant. Ne jemi të bindur që kemi pas të bëjmë me të ri, cilëve ju nevojitet ndihma mjekësore. Dhe ne atë ndihmë kemi dhënë, dhe njëjtën veprim kishim e bërë sot. Para një viti,
me iniciativën e disa mjekve në kryesin tonë, por kryesisht duke u nisur nga nevoja e madhe e popullit, rreziku në shëndetësi, vendosëm që të hapëm ambulancën me titull Nëna. Ideja për ambulancën Nëna lindi në kokën time si imperativ e kohës, e përkrahu profesor Jakmita, nënkryetari i shoqatës humanitare bëmirëse Nëna Tereza e Kosovës, e ndihmuan me angazhim Ali Aliu Alushi, me lokal dhe angazhim maksimal Shaban Sfirca, me firmë Doktor Bashkim Islami, e stimuloj situata e vështirë politike, ekonomike dhe sociale. Gjashtë vitet e punës së këtij mediumi nuk kujtohen për nostalgji, por për të kuptuar rëndësinë që ka pasur informimi i lirë në procesin e çlirimit dhe shtetformimit të Kosovës. Vetëm të Studio Victoria, një liri të madhe të komunikimit, të shprehjes së mendimit. Unë po të them, këta e kanë po emisionin veç kur ka është emitu. Qysh prej fillimit të veprimtarisë së vet e deri me tash, Studio Victoria është përpjekur dhe do të përpiqet që të jetë ekran i hapur për të gjitha partitë, për të gjitha shoqatat, për të gjithë individët që flasin dhe mendojnë për çështjet tonë kombëtare. Fondi i Kosovës ishte një nevojë e kohës, nevojë e ngutshme e qeverisë Kosovës, që si statë dhe vetë ajo, siç e dimë edhe të gjithë, ajo është në eksil dhe vetë fjala se është në eksil tregon se ne atë e kemi të okupuar dhe se duhet të kujdesemi për popullin dhe atë nga jashtë. Mu më vjen mirë që puna ka shkuar bukur për së mbari dhe se është kuptuar drejt, njerëzit kanë reaguar mjaft pozitivisht, është një disponim që njerëzit ta ndihmojnë qeverinë e tyre. Mu më erdhi mirë kështu edhe që ju të Studios Victoria kishit mbledhur një sasi kështu të hollave dhe me të vërtet ardhin sot dhe e kam kuptuar kështu, them drejtin jam gëzuar kështu kur dëgjova se ju keni kuptuar aq drejt dhe se e keni përkrahur atë fond që është fond edhe juaj edhe i qeverisë suaj. Qëndrimi ynë është që në botën e jashtme të mos themelohen degët e partive politike, me qenë se konsiderojmë një gjatë të jetë të damshme që shkon ka acarimi marrëdhënieve në mërgim. I pritur nga përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës në New York dhe aktivistë e mërgjimtarë të tjerë që jetojnë ose punojnë në New York, Dr. Rugova arriti në mesin tonë kësaj radhe nga një udhëtim aq i rëndësishëm, konferenca e Hagës. Vizita e tij e pritur edhe më herët, por realizohet pas ftesës nga senatori Bob Dole dhe përfaqësues të tjerë të lartë të qeverisë dhe Kongresit Amerikan, me të cilët, siç parashihet në programin e vizitës dhe qëndrimit të Rugovës në Shtetet Bashkuara, do të bisedohet mbi situatën në Kosovë në kontekstin ngjarjeve të fundit në Jugosllavi. Natyrisht edhe përpara ka pasur bashkëpunim, një bashkëpunim konkret, edhe marrëveshje të arrihen të cilat do t'i respektojmë të gjithë. Se çështjet edhe të gjitha këto që i kemi duhet të shqyrtojmë së bashku. Llabi shqiptar, i cili është themeluar edhe para se të ishin partitë tona politike shqiptare që kanë ndihmuar si shoqat shqiptare amerikane, që ka afirmuar çështjen tonë, që ka bërë njerëz që janë marrë me çështjet tona në Kongresin Amerikan dhe në zyrtarët amerikanë. Këto kontakte që keni filluar, këto bashkëpunime, besoj që vetëm çka do ta çojnë çështjen përpara. Ka kohë që në redaksinë e studios tonë është dhënë ideja për organizimin e një tërëze të rrumbullak, tërëzën në të cilin do të ftoheshin dhe do të merrshin pjesë të gjithë përfaqësuesit e komunitetit shqiptar që jetojnë në mërgjim. Për sa i përket çështjes së shqiptarëve të Lubnum, gjatë këtyre 45 vjetëve ata kanë ngjitur në Lubnum 2 herë. Parë, nga serbo-malezist, e dyta nga ideologjia komuniste. Pati tonë të keq, pati i komit shqiptar është vendosur në marrëdhënie
konferenca ndërkombëtare ku populli shqiptar nuk ka shprit fare. Unë mendoj se kemi mjaft shans që shumë shpejt ngjitemi. Do të thotë në këto rrja ndërkombëtare nga se është kriju një disponim shqiptar në qarqet më të larta ndërkombëtare. Një disponim i perëndimit, do të thonë për shqiptarët. Në lindjen e demokracisë e shohim me gëzim dhe me shpresë të madhe. Por është një fillim e cila nuk ka pas në një traditë demokratike për të dekada. Për Kosovën, fjalët e shkruar dhe fjalët e folura janë të paafta që ta shprehin krejt gjendjen tragjike dhe dramatike në të cilën jeton sot pjesa e rrethuar e popullit shqiptar. Në funksion të idesë dhe të qëllimit që të ndërmarrim masa për t'i ndërprer gjakderdhjet eventuale, ne kemi ardhur këtu në Kombet e Bashkuara dhe në emër të Këshillit për mbrojtjen e drejtave e lirive të njerëzit, ju lutem shumë që ta përdorni mundësinë tuaj dhe ndikimin tuaj përmes formatave objektive që ta largojmë këtë indiferencë e cila shihet kudo nëpër botë lidhur me mundësinë e një gjakderdhje e cila mund të bëhet në Ballkan. Kemi bërë bisedat ndryshme me personalitete të rëndësishme të jetës politike dhe jetës kulturore të Kosovës edhe Shqipërisë. Bje fjala, unë kam pas rastin që ta baj një intervist me Kadaren, pastaj diku në Brooklyn të New Yorkut, pastaj me kryetarin e Kosovës, doktor Ibrahim Rugovën, me filozofin, profesorin e nderuar Fehmi Aganin, edhe me shumë të tjerë. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin ton, të cilin siç e dini emitojmë çdo diel në kanalin e 25 të New Yorkut, i cili fillon prej orës 4 pasdite deri në orën 5 të mbrëmjes. Zote Kadare, përmendet Kosovën, ju gjatë gjithë kohës në mënyrë kontinuele keni shkruar për çështjen e Kosovës dhe zgjidhjen e problemit të Kosovës, sidomos shkrimet e juaja janë më dendura pas vitit 80, një pas demokratave të njoftuna të studentëve, mirë po edhe më përpara. Dëshiroj t'ju pyes se si e shihni ju tani zgjidhjen e problemit të Kosovës, sidomos pas në shkrimit të marrëveshjes që u bë kohë më parë në Paris. Njërë, në radhë parë për Kosovën do të thëshja se ka një lloj dizinformimi, informim të gabuar që i bëhet opinionit shqiptar dhe popullit shqiptar. Domethënë shpeshherë, unë këtë kam ngritur disa herë. Është mirë që të mbahet gjallë një frym optimiste natyrisht. Se unë jam kundra ligështimit, kundra pesimizmit. Nuk lejohet një pesimizëm në jetën e një populli. Por nga ana tjetër duhet të thënë e vërteta, duhet të thënë, sepse duke ditur të vërtetën, një komp merr masat për të ndaluar të keqen. Cila është ajo e vërtet momentale sipas mendimit të juaj? Unë mendoj se shpeshherë është një vërtet euforike për Kosovën. Unë e kam ngritur disa intervista të mia që, për shembull, shpeshherë thuhet që Kosova është në qendër të vëmendjes botërore. Kosova ka qenë te kjo mbledhje në qendër të vëmendjes. Na del pasaj që nuk ka qenë fare në qendër, as në qendër, bile nuk ka qenë ndoshta edhe në bizh të vëmendjes disa herë. Dhe unë mendoj që kjo gjë duhet marrë fund. Sepse të bësh një keq informim të tillë të opinionit është jo vetëm e palejueshme, po është krejt e dëmshme. Është e palejueshme nga ana morale, është e dëmshme nga ana praktike kombëtare. Ashtu. Ne duhet të themi të vërtetën, populli shqiptar duhet ta ditë të vërtetën, sepse vetëm ashtu do të orientohet drejt. Unë kam ngritur dhe mendoj se edhe të tjerë kanë ngritur dy probleme që janë themelore. Kosova duhet të ruhet trupi fizik i saj. Domethënë të mos zbrazet, të mos paksohet, të mos të kurret. E dyta duhet të ruhet gjendja morale e saj, të mos mposhet moralisht, të mos thyhet moralisht. Mendoj se në të dyja këto janë bërë gabime të mëdha serioze nga ana shqiptarëve.
Kosova është kurrur fizikisht, me zbrazjen, me ikjen që bën rinia. Kosova ka pësuar ligështim moral, mendoj unë, me një qëndrim disa herë të tepruar. Unë nuk do ta quaj pacifist, por prullës. E kam ngritur disa herë problemin, unë jam kundër aventurave, sigurisht, unë jam për rezistencën paqësore. Çdo shqiptar që e do vendin e vet dhe që mendon seriozisht, është i përgjegjshëm për këtë është. Por quhet rezistencë paqësore, nuk quhet prulje paqësore. Ju gjatë kohës sa jeni në kryetar Lidhës Demokratike të Kosovës, mirë po edhe më parë si profesor i universitetit, jeni takuar dhe keni biseduar me shumë diplomat huaj dhe me personalitete të ndryshme. Më intereson mendimi i tyre për çështjen e zgjidhjes problemit. A ka evoluar fjala mendimi në krahasim me periudhat e kaluara, në krahasim me periudhën 1878 kur bëhet ndarja e Kosovës nga trungu am i Shqipërisë? Çka mendojnë ata tash në këtë moment pas kaq sa vjetër? Po, në kuadër të kompleksit problemeve që shtrohet lidhur me këtë çështje, kujtoj që përgjithsisht marrëdhëniet ndërkombëtare sot kanë evoluar shumë nga me të kaluamën, shumë më tepër janë demokratike se sa përpara, shumë më tepër insistohet në çështjet e barazisë, në mbrojtjen e drejtave të njerëzit, në ndihmat humanitare të tjera. Ndonjë se edhe sot në sens pozitën e shteteve të ndryshme përcaktojnë interesat dhe raporti forca. Lidhur me Kosovën, me këtë fazë të zhvillimit, me kërkesat tona, bashkësia ndërkombëtare, kompleksitetin e këtij koncepti, që përmban shumë institucione apo shtete apo të ndryshme, kërkon spari që mund të evitohet gjakderdhja në Kosovë, e dyta gjendet një zgjidhje sa më përshtatshme për problemin e Kosovës, nuk ka qenë ndoshta e gatshme të përkrah idenë e pavarësisë, edhe që është ndoshta karakteristike të qëndrimit të bashkësisë ndërkombëtare deri vonë. Sot kujtoj që edhe ato shtete të cilat thonë se duhet kërkohet zgjidhja në formë të një autonomie të plotë apo në formë tjetër të federalizimit të Jugosllavisë, përmundësisht pa u thyer kufit e kësaj Jugosllavie që do të konsiderohet si e re, edhe ata në sens mendojnë, janë të bindur se nuk ka zgjidhje të problemit të Kosovës pa pavarësimin e Kosovës. Fotografitë të cilat po i shikoni në ekranet tuaja mund thuhet se janë bërë edhe eksponate muzeale. I takojnë kohës kur në Kosovë kultura shqiptare përjetonte një pranverë të llojit të vet. Edhe skenat teatrore ishin dëshmitare të viteve të frujtshme të kësaj kulture. Vitet shkuan, shumë nga këta aktor ndruan rolet, ndruan skenat, e më të vjetrit ndruan edhe jenë. Por ajo që goditi më së tepremi, skenën edhe aktorët, ishte fati që goditi edhe vetë Kosovën. Mbyllja, shembja apo rënimi i shumë institucioneve kulturore shqiptare. Megjithë këtë, gjenerata e re e aktorëve, regjisorëve e krijuesve të skenës teatrore gjeti forma e mënyra alternative që përkundër përkufizimeve që imponoi pushteti serb, kjo lloj krijimtarie të mos shuhur. Në Kosovë filluan kështu të lindin skena të reja, të fshehta ose të hapta, alternative ose të ripërtrira. Për një skenë të tillë dhe një aktor të tillë bën fjalë në vazhdim. Me mend në njëra nga lagjet më të vjetra të Prishtinës se ka disa vjet kur një objekt, një shtëpi të kulturës, një objekt i vjetër u renovua dhe u shndrua në teatr të fëmijëve dhe të të rinjve. Në mungesë të aktiviteteve të përgjithshme kulturore në Prishtinë, ky teatr tash ka mbetë si një oazë ku zhvillohen aktivitete kulturore dhe ku në një masë e kompenzon mungesën e jetës përgjithshme kulturore të shqiptarëve në Kosovë. Jemi këtu mysafir, drejtor është i këtij teatri aktori ynë i mirë njohur, Enver Petrovsi, zoti Enver, për shikuesit tanë më tej oqeanit, s'do t'ju vinte vështirë, ndoshta që në pika të shkurtra t'ju prezantojmë punën dhe aktivitetin e këtij teatri. Ky teatr është hapë dhe zyrtarisht është i hapur si teatri i fëmijëve, siç thatë edhe ju, edhe i fëmijëve dhe i të rinjve. Mirë po,
me dëshirën time dhe jo vetëm me dëshirën time, por edhe me dëshirën e aktorëve të rinj, studentët tanë, e kam formuar një skenë të natës, të cilën e kemi quajt Dodona. Edhe zyrtarisht kjo ndërtesë e vogël i ka dy skena, skenën paradite për fëmijë edhe skenën e mbrëmjes, që quhet Dodona. Dhe më thonë, dy teatra janë këtu. Shfaqje kemi për ditë ose për natë. Mesatarisht kemi 2 programe në ditë. Para vitit të ri kemi, pasi se ky teatr është frik rishtas i qelur, i hapur, pardon. Kem pas për 10 ditë, më duket 28 programe. Dhe më thënë, 28 shfaqje për fëmijë. Dhe më thënë, këtu ka programa tepër, po një javë ditë që ka punohet këtu, ose një muaj ditë, dikun punohet 2 vite, 3 vite. Mos t'i krahasoj tash. Spari i përshëndes të gjithë mërgjimtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vende tjera ku gjenden, edhe ju dëshiroj që sa më shpejt të kthehen në vendin e tyre të ligë. Faruk, në vitin 1989 dhe 90, kjo akademi e filloi veprimtarin, mu në kohën kur filluan vështërsitë e veprimtarisë të gjitha institucioneve arsimore në Kosovë. Me iniciativën e kujt dhe pse mu në këtë kohë kur edhe më herët kanë qenë kërkesa mjaft të mëdha për një akademi të këtillë? Me 1989-90, më në fund me iniciativën e shumë aktorëve, shumë njerëzve, të cilët e ndishin nevojën në Kosovë për gjeneratë të reja, për brezni të reja, për njerëz të cilët kishin me ndihmu edhe kishin me dhënë hov zhvillimit teatrit, jo vetëm këtu në Prishtinë, ku ekziston një teatr mjaft i mirë, por edhe në mbar Kosovën. Përpara premtimet, sikurse të na ngjanë shpesh, janë të shpeshta edhe të shpejta, por kurse nuk u hapte. Ma në fund të 1990 patëm sukses me fillu, gati me entuziazm, ma tepër me entuziazm se me kushte të mira, por edhe ajo mjaftonte, edhe filloi gjenerata e parë e aktorëve të ri. Në këtë kohë ne duhet me vërtet qofse jemi krijues, qofse kemi rreth gjok se kemi qenë artistat mirë, regjisor të mirë, ne pse nuk mbledhemi në këtë kohë e të bëjmë një shfaqje mirë, do ta ndaloj Serbia, në rregull, por ne do të kemi fytyrë të themi Evropës, edhe të kërkojmë edhe vërtet për një asociacioni më të lartë evropian që nëse Serbia nuk lën ta bëjmë premierën në Prishtinë, të shkojmë në Tiranë, ose shkojmë në Shkup, ose shkojmë në Paris, edhe shkojmë de facto me fakte se Serbia nuk e lën premierën, kemi kaq e kaq artista, shfaqja është e përgatitur në nivel të lartë artistik, ne bëjmë një mbledhje për gazetar, një bisedë për gazetar, e japim shfaqjen, ajo do të ishte rezistenca më e madhe jona. Ajo do të ishte propaganda më e madhe jona në kulturë. Premiera e filmit u majt në një terrasë të një hoteli të jashtë Prishtinës, edhe pata kënaqësi që pas një kohë, si them, pas një vdekje, sezonit vdekur, e cila zgjati me vite dhe po zgjat faktikisht, ti tu bëj të gjithë krijuesit, të gjithë dashamirët e artit filmik edhe dashamirët e veprës sime, do ta shikojnë këtë shënim, si them, këtë dëshmitë dhe ambjes tonë të madhe që i referohet të migracionit nga Kosova dhe Shqipëria. Televizioni Victoria nuk ishte zë heroik, por zë i domosdoshëm në një kohë kur informacioni i ndaluar ishte pjesë e represionit. Le të bashkohemi atmosferës festive të hapjes së zyrës amerikane në Prishtinë nëpërmjet materialit ekskluziv që na dërgoi televizioni shqiptar. Ka 2 ditë që Prishtina përjeton një nga ngjarjet më të shënuara politike në këto vite. Dje në Prishtinë u hap zyra Agjencisë Informative Amerikane. Në këtë provurim morën pjesë presidenti i Republikës Kosovës, doktor Ibrahim Rugova,
udhëheqjes të partive politike shqiptare në Kosovë, personalitetet jetës shoqërore atje e tjerë. Kjo ngjarje u përcoll me mjaft interesim nga shumë gazetarë dhe korespondentë të agjencive kryesore të lajmeve të Evropës. Qindra banor të Prishtinës, burra e gra, të rinjet e reja, ishin pranishëm në ceremoninë e përurimit të kësaj zyre. Për të marrë pjesë në hapjen e zyrës Agjencisë Informative Amerikane, ishin ardhur gjithashtu dhe ndihmës sekretari amerikan i shtetit, John Kornblum, si dhe pothuajse tërë ekipi diplomatëve të ambasadës amerikane në Beograd. Prania e miqve të lartë amerikanë u prit me ovacione dhe thirrje entuziaste të qytetarëve Prishtinës, të cilët broritnin liri Kosovës. Kosova Amerika, Amerika, Amerika. Ndër të tjera ambasadori Kornblum tha: hapja e zyrës është diçka që kemi dashur të bëjmë një kohë të gjatë që ekzistojë të demonstrojmë. Nëpërmjet pranisë sonë dhe punës së qendrës, një zgjidhje pragmatike dhe paqësore që besojmë se është e mundshme. Pata një bisedë interesante të dobishme me zotin Rugova, të cilit i shpreha zotimin e presidentit Clinton për sigurimin e të drejtave të plota njerëzore për të gjithë njerëzit në Kosovë. Përmes veprimit të kësaj qendre, ne besojmë se do të demonstrojmë praninë dhe interesat amerikane, si një aspekt i rëndësishëm për të shpërnë përpara dialogun dhe së dyti që përmes punës së qendrës, të demonstrojmë atë që mund të bëhet drejt sigurimit të një ardhënie paqësore demokratike për të gjithë njerëzit në Kosovë. Në pyetjen sa është diskutuar Kosova në takimin e sekretarit amerikan të shtetit Warren Christopher dhe presidentit serb Slobodan Milošević në Gjenevë, nën sekretari amerikan i shtetit John Kornblum u shpreh se në rastin e takimeve me zyrtarët e Beogradit gjithmonë bisedohet për situatën në Kosovë. Sekretari Christopher bisedoi për këtë çështje dhe qartësoi prekupimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për revolucionin paqësor të gjendjes në Kosovë. Zyrën e Agjencisë Informative Amerikane në Prishtinë shpallet hapur ambasadori John Kornblum, ndihmës sekretare amerikan i shtetit, i cili përshëndeti praninë e presidentit Rugova në këtë solemnitet. Jam shumë i gëzuar sot në një ditë historike për Kosovën, për gjithë qytetarët e Kosovës, për popullin e Kosovës, për një zgjidhje paqësore dhe politike të çështjes së Kosovës në bazë të vullnetit politik, dhe falenderoj Shtetet e Bashkuara, presidentin Clinton, Kongresin amerikan, zotin Christopher, Al Gore, të gjithë miqët tanë që për këtë dhuratë dhe për këtë dhuratë të madhe për Kosovën dhe për rajonin e përgjithësi. Ju falenderoj. Drejtori i Zyrës Informative Amerikane në Prishtinë Michael McClellan, gazetarëve të pranishëm u lexoi dhe u shpërndau një kumtesë. Në mes të tjerash ai përsolli mesazhin e Kornblumit, duke theksuar qëllimin kryesor të Qendrës Informative Amerikane si vend për informim rreth shoqërisë dhe kulturës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilën nën presidenti amerikan Al Gore e cilësoi si autostradë informative. Të dielën e kaluar, afro 1000 shqiptar nga New Yorku me rrethe, Chicago dhe Detroiti protestuan për të tretën herë me radhë gjatë një muaji para bazës ushtarake ajrore Patterson në Dayton të Ohio's. Edhe në këtë protest, demonstrantët shqiptar kërkonin që edhe Kosova të përfshihet në planin paqësor për ish Jugosllavinë dhe po ashtu kërkohej që përfaqësuesit legjitim të Kosovës të ftohen në konferencën e ardhshme në Paris, si dhe të njihet Kosovës pavarësia në bazë të vullnetit politik të popullit të shprehur me referendumin për pavarësi. Në vazhdim, shikues të nderuar, të shikojmë dhe dëgjojmë disa nga deklaratat që i morëm nga pjesëmarrësit në këtë demonstratë. Quhem Vjollca Dedushi, kemi ardhur të protestojmë për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Unë quhem Rukdoka Junçaj nga Detroiti. Edhe kësaj here vullnetarët dhe bashkëpunëtarët tonë të Komitet Atleut janë bashkëngjitur kërkesave të gjithë shqiptarëve dhe kërkesave që i ka populli i Kosovës. Ne marrëm pjesë në demonstratat e para në 52-shin, 76-ën, i bat paktën 16 demonstrata në Amerikë prej 81-shit. Populli i Kosovës e ka të drejtë të jetojë i lirë. Ai ka zgjedhur format më demokratike, format më paqësore të luftës. Rëndësia e demonstratës është e madhe në momentin kur vendoset çështja e paqes apo e luftës në Ballkan. Sipas shtypit të sotëm amerikan, sot dhe nesër janë momentet e fundit
të paqes të cilën ne dëshirojmë të gjithë shqiptarët, por fatkeqësisht pjesëmarrja e shqiptarëve në Ohio këtu nuk ka qenë, edhe shpresojmë se në konferencën tjetër me radhë do të jenë edhe shqiptarët prezent. Pas qëndrimit disa orësh në vendin ku kishin marrë leje për protest dhe pas brohoritjeve pa ndërprerë poshtë Miloševiqi, mbrojeni Kosovën, Kosova shteti pavarur e tjera, papritmas kaluan nga vendi lejuar për demonstrat, u drejtuan drejt portës kryesore dhe u ndeshën përballë me ushtarakët e bazës, të cilët mbyllën shpejt portën kryesore dhe kërkonin që demonstruesit të largohen në vendin e lejuar për protestë. Mirë po shqiptarët e tubuar në këtë demonstrat ishin të vendosur në qëndrimet e tyre dhe pothuaj tërkohën insistuan me këmbgulje të vënë kontaktet me ndërmjetësuesin amerikan për krizën në ish Jugosllavi Richard Holbrooke. Dhe më në fund, pas disa përpjekjeve në mes të këshillit organizativ të demonstratës dhe personelit matan portës, u arrit marrëveshja që një delegacion i përbërën nga 3 veta të takohet me të autorizuarin e zotit Richard Holbrooke, zotin Rudolf Perina, i ngarkuar me punë në ambasadën amerikane në Beograd. All we're asking is Richard Holbrooke come and address us for 2 minutes. We have traveled throughout the country and this is our government. These are leaders that we have elected. We want Richard Holbrooke to come here. Or we will sit here till tomorrow. Assistant Secretary Richard Holbrooke is attending negotiations with the various delegations. Rudolf Perina, the Charge d'Affaires at the embassy in Belgrade, a senior official of Ambassador Holbrooke's staff, will be coming here in about 10 minutes. Mr. Perina is willing to meet with 1 or 2 representatives from your group in the guardhouse you see behind me. He will relay all your sentiments to the Secretary of State, Warren Christopher, and to Ambassador Holbrooke. Pas disa konsultimeve të këshillit organizativ të demonstratës, u saktua delegacioni i përbërë nga Rustem Ibraj, Hajdar Bayraktari dhe Gjek Gjënlekaj, të cilët do të shkonin në bisedë me zotin Perina. Gazetarët së bashku me demonstruesit me interesim pritën daljen e përfaqësuesve të delegacionit nga baza ushtarake. With an assistant to Mr. Holbrooke, Mr. Pellegrino, we gave him our views from our community throughout the United States and how we feel. He has assured us that, our concerns will be passed to Mr. Holbrooke, Secretary of State, and to the proper people. He believes that in time, there will be also a conference for Kosovo. Ndërsa për televizionin Victoria, lidhur me këtë takim me zotin Perina, njëri nga 3 anëtarët e delegacionit, Rustem Ibraj, deklaroi: Ne i tregum mesazhin e turmës, i tregum hallin ton dhe dëshpërimin ton pse Kosova nuk është përfshirë në bisedinë pasore në Dayton. Ai thotë se për zhgënim nuk ka vend, nga se ne në këtë rast jemi marrë pikërisht me Bosnën si fillim të zgjidhjes së çështës jugoslave, po më në radhë është Kosova dhe thotë kështu, premtoi në mënyrën më bindëse se Kosova asnjëherë nuk ka qenë jashtë agjendës së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe se shqiptarët e Kosovës duhet dinë se Amerikën e ka mikun më të madh. Dhe këtë po e them me sinqeritet më të madh. Kështu e tha, kishte një admirim të madh për kryetarin Rugova, për lëvizjen, kërkonte që demonstruhet ajo qetësi e njerëzve patjetër, nga sa është vetmja rrugë e ndihma e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk do të mungojë. Ky është mesazhi. Prej 5 vjetësh, Victoria ju informon për ngjarjet më të rëndësishme nga të gjitha trevat shqiptare, duke u munduar që të plotësoj sadopak hapësirën informative të komunitetit shqiptar amerikan në i vetmi stacion televiziv në gjuhën shqipe. Ekrani i televizionit Victoria është media më e fuqishme që jo vetëm transmeton të gjallë informacionin, por edhe evidenton komunitetin shqiptar me grupeve të tjera etnike këtu në Amerikë. Me rastin e themelimit 5 vjetorit themelimit Studios Victoria, ju uroj vëllezërit Osmani dhe 100 vjet. Në vitin 1991, me dëshirën që të japin një kontribut konkret për çështjen shqiptare në Ballkan dhe kombin shqiptar në tërësi, vëllezërit Osmani u angazhuan në një ndërmarrje sa të rëndësishme edhe të vështirë. Më lejoni që televizioni Victoria t'ia uroj 5 vjetorin e themelimit dhe punës së suksesshme. Në këtë rast vëllezër Osmana për themelimin e tij, gazetarëve që kanë bërë një punë të mundimshme,
dhe gjithë njerëzit që kanë marrë pjesë në bashkëpunim me Televizionin Viktoria që bashkë me mjetet tjera të informimit kanë plotësuar një bosh lek të ndjeshëm në komunitetin tonë. Në rastin e 5 vjetorit të fillimit nga puna të studios Viktoria, kam kënaqësinë e rrallë e thellë që në emër të gjithë vatranëve të timit personal t'ju uroj vëllezërve të Osmanëve, të gjithë punëtorëve të kësaj studio që ka bën shërbime shumë të mëdha, t'i uroj e t'i përgëzoj dhe t'i falenderoj për shërbimet e mëdha që i kanë bën komunitetit ton. Uroj me gjithë shpirt të vazhdojnë dhe për shumë vjet me radhë të na informojnë e të na gëzojnë me skenën nga bota shqiptare, me lajme të ndryshme, me këngë, me muzikë e të na mbajnë të informuar. Tashmë disa breza punojësish të shtypit nga Prishtina, Tirana, Shkupi, Ulqini, Beogradi, Roma, Londra e të tjerë qytete të mëdha ku kanë emigruar shqiptarët, kanë dërguar raportet e tyre informative. E përshëndesh Viktorinë, si jep lajmet, edhe krejt televizion në uroj sukses në tarmen. Me shumë kënaqësi, po i uroj 5 vjetorin Studio Viktoris duke dëshiruar sukses të mëtejshëm dhe ju falenderojmë për punën që kanë bërë për gjatë këtyre 5 vjetëve të informu komunitetin shqiptar në Amerikë. E bën punën me sukses, është shumë e nevojshme, punën për së marit, shqiptarët ndigjojnë në gjuhën e vet anëtare. Kemi kënaqësi shumë, sidomos edhe për kulturë, për komunitetin tonë është shumë të bërë. Veçanërisht mundi me përshëndet për punën e tyre që e bajnë me dëshme dhe me sukses. Nëpërmjet ekranit, Televizioni Viktoria ka sjellë në mjediset e shtëpive tuaja imazhet e vendlindjes, mendimet e politikanëve e të njerëzve më të shquar të kombit shqiptar. Ka paraqitur shqiptarët e çështjen tonë kombëtare, të diskutuar në sallat e Kongresit Amerikan e forume të tjera ndërkombëtare, tubimet e demonstratat e shqiptarëve në Amerikën, Evropë e kudo. Përshëndetjet e mjaft njerëzve të shquar që nëpërmjet ekranit kanë biseduar me ju. Gjë rastin që ti uroj televizionit shqiptar Viktoria, 5 vjetorin e krijimit të tij. Studio Viktoris i urojmë sukses 5 vjetorin. Edhe inshallah në tashmen 50 vjetorin. Edhe besoj se ky komunitet është shumë i lumtur. Se kemi një televizion në gjuhën shqipe. Edhe shpresojmë se Studio Viktoria do të vazhdoj në mënyrën si po vazhdon patriotike. Me 15 shtator të vitit 1991 filloi programi i parë televiziv i Viktorias. Shpresojmë që televizioni Viktoria të kenë më shumë orë, natyrisht një spaku 3 deri në 4 orë në javë. Po me qenë se, siç thatë edhe ju, përkraja e komunitetit është minimale, fatkeqësisht kemi mbetë vetëm një orë program në javë. Është vjetë e kusur, me shpenzime personale, as reklam, as një lek s'na jep kush pe shqiptarëve, as jo. Nuk ka qenë lehtë, mas paret nuk ka qenë lehtë për vëllezërit Osmani. Biznesi i televizionit është jashtëzakonisht i shtrenjtë. Më kujtohet atë kur vishnin e tha billat e telefonit qysh i thoshin në Amerikë, më ka rastisht i ka pas shuma që ka qenë ka deri $1.000. Nga se telefoni atëherë paguaj, edhe krejt korrespondenca që është bërë nëpërmes telefonit. Edhe kështu që mirë po, megjithatë kemi arrit, po them, natyrisht në saj edhe duke ju falenderu vëllezërve Osmani që nuk kanë kursyer asgjë, as nga pasunia vet, as nga paret e vet, edhe na kanë bërë të mundshëm, në vërtet komunitetit shqiptar i kanë bërë të mundshëm që në kohë reale të njipet në situatën e gjithë mbashme. A di se jam kon pak skeptik se i shisha mjetet e informimit këtu, shumë pak e kanë pas jetën e gjallë. E thojsha materialisht është zorë mi majtë. Po, deshti për dhije këta materialisht s'kishin nevojë as mi mënu se kishin bazën e fortë. U ka kushtu ajo studio sa dush.
u ka kushtu shtajt, hisqen marrë ma të sa kushton, për majten tek të e ku s'pat nevoj mo. Studio Victoria o kon drita e informimit të mërgatës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sikur ta thash, e pa ngjyrë, e pa orientuar ka majta, po vetëm për interesa kombëtare, edhe njerëzit në ato ku kemi vujt për me pas informata. Nuk është sikur sot që him me njëherë në telefon edhe i gjon informatat krejt çka po ndodh. Krejt i kemi marrë nëpërmjet Studio Victoria. Na e kemi prit, jo veç une, po të gjithë kohën kur Studio Victoria, na e kemi rezervu veç për me pas Studio Victoria, se i kemi pas lajmet më aktuale, lajmet më drejta, ka qenë edhe ky një veprim përveç angazhimit në ligë, që unë mendoj se ka qenë kyç për gjithçka. Studio Victoria është një veprim tjetër, një angazhim tjetër i madh kombëtar dhe bukur shumë ka kushtu. Mirë po ka qenë shumë i nevojshëm, shumë i rëndësishëm edhe ka kryer detyrën e vet patriotike. Si mos i shkon ky televizor kur dritën mos i pas e kishin. Bilin dash mi dit, disi s'kom kajt koronal, se dyqysh më do kësi metëm së kurse jetim apo.